وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhalla xjalaluhu, salavatet dhe selamet I përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet tona në jurisprudencën islame, të cilat janë të nevojshme për ne shumë në jetën tonë të përditshme, ku nuk mund të heq dorë një besimtar nga mësimet e jurisprudencës islame, edhe se nevoja e cila e rrethon ato në shtëpinë e tij dhe në jetën e tij është aq e shumtë dhe e madhe që ai nuk mund të ja del pa u kthyer te dispozitat fetare në çështjet të cilat janë të interesit të tij e veçanërisht pra të cilët e rrethojnë në shtëpinë e tij, në punën e tij, në jetën e tij të përditshme. Ne jemi duke shpjeguar dhe duke folur rreth disa dispozita të cilët kanë të bëjnë me ndalesat të cilët janë në shitblerje. Folëm në dersin e kaluar për disa rregulla, disa vendime, disa dispozita rreth një kafshës që ishte pra qeni, si qëndron dispozita islame në çështjen e ruajtjes mbajtjes së tij, në shitjen e tij, blerjen e tij kështu me radhë, duke I cekur mendimet e dietarëve në to. Sot me lejen Allahu xhalla xjalaluhu do të kalojmë te një kafshë tjetër e cila është e pandar nga shtëpiat e njerëzve, si dhe nga rrugët e njerëzve. Ajo është e përafërt, shumë e afërt me njerëzit, edhe se me të vërtetë është një kafshë me të cilën është çështje pra që na duhet të dimë në to, e ajo është maca apo macja. Maca, si qëndron çështja e saj o vëllezër në jurisprudencën islame. A lejohet ta mbajmë dhe ta ruajmë atë? A lejohet shitblerja e saj? A është e pastër maca apo nuk është e pastër? Padyshim se duhet të inkurajohemi me ato shpjegimet të cilët na I kanë sjellur dietarët, që na të dimë vendimin dhe dispozitën e jurisprudencës islame, se si qëndron në fe çështja e macës, e cila neve na rrethon dhe është e pandar. Thuaj se nuk ngel shtëpi pa to, apo nuk ngel rrugë pa e gjetur dhe pa qenë prezent maca. E mu për ato vëllezër, dietarët kanë folur në dispozitën dhe rregullën e saj se a është maca e pastër apo nuk është e pastër. Për dallim nga ajo të cilën folëm, është për qëllim pra për macën shtëpiake. Kur folëm pra për qenin dhe për ato gjallësa tjera të cilët kanë më herët, ndryshon të çështja e dispozitës së tyre që ata në vete a ishin të pastër ajo. Por gjithashtu qëndron meselja
edhe vendimi, dispozita fetare, për shkak se na jemi në përdorimin e saj dhe është në mesin ton, edhe se ka shkuar deri në atë pikë që edhe të shitet ajo ndoshta edhe me çmim, e të mbahet në shtëpia, por si qëndron çështja dhe dispozita, rregulli fetar i kësaj pra macës shtëpiake? Padyshim se duhet ditur, vëllezër, se kur tham se kafshët ndahen në ato të cilat janë të pastra në vetvete apo të papastra në vetvete. Atëherë maca a është e pastër në vetvete apo nuk është e pastër në vetvete? Mendimi i shumicës së dietarëve, të cilët rënë dakord gjithashtu dhe 4 medhhebet e njohura Hanefi, Shafi'i, Maliki dhe Hanbali, se maca është e pastër. Edhe pse te medhhebi Hanefi folën disa nga dietarët në çështjen e pastërtisë së saj, se si qëndron çështja, ku cek Imam Tahawiu rahimullah si ngel si pa pastërti për shkak se a mund të jetë e papastër për shkak mishit të saj, e kështu me radhë folën për ajo që është mbështetë se normal që është e njohur te medhhebi Hanefi, pra është shumica e dietarëve o vëllezër, të cilët janë të dakorduar se maca është e pastër në vetvete. Dhe se këto kanë sjellur argumente. E pastaj ku ka ndryshuar mendimi i dietarëve? Ka ndryshuar mendimi se si qëndron çështja e saj te poshtyma e saj, dhe te ajo nëse ajo pin në ndonjë ujë apo han diçka që ka ngel, ajo që ka ngel nga maca është e pastër. Por sa i përket një herët në vetvete që maca është e pastër, kanë ardhur argumente të cilët janë të sakta, që transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu, nga Kepshete binti Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, i cila ishte vajza e Ka'b ibn Malik. Kepshe tha një herët kjo ishte o vëllezër e martuar me djalin e Ebu Katades. E pastaj tha kur Ebu Katede, vjerri i saj pra, kur u fut tha një herët në shtëpi, e kjo i afroi ujë atij për të marrë abdes. Pra më herët ishte e njohur që vjehri i plaku i shtëpisë, ai të merr abdes e të del në xhami e të fal namaz. Dhe më për atë rejat e kishin këtë zakon që ata të nderojnë plakin e shtëpisë, të i ofron ujë për të marrë abdes. Edhe pse kjo dukuri ndoshta nga mesi jon ka filluar të zhduket, e të qëndron plaku i shtëpisë, të ngel vjehri në shtëpi, e mos ta din reja ky a merr abdes a nuk merr abdes, a fal namaz a nuk fal namaz. Është me të vërtet turp po vëllezër që një plak i shtëpisë edhe të jetë vjehri në atë shtëpi, ai mos të merr abdes e mos të falet. Mos ta shef reja e tij që ai merr abdes e falet. Kjo është turp me të vërtet. Pse ishte zakon që sikur që na tregon Kepshe radiallahu anha, që tha se kur erdh pra Ebu Katede, kjo i ofroi ujin e abdesit për të marrë abdes. Por tha pastaj erdh një moc që të pin ujë, aty te uji i abdesit që e kishte vendosur te ena, tha dhe Ebu Katede i afron enën e ujit mocës që të pin aty. Edhe pastaj tha unë shikoja me habi, se si mundet ujin e pastër ja thash tash ky ja e mocës këtu të pin. E pastaj ju drejtua Kepshes duke i thonë, apo çuditesh me këtë gjest? Tha po gjithsesi. Tha e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, innaha laysa binajas. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo pra maca nuk është e papastër. Pra maca është e pastër. Innaha min at-tawafin aleikum at-tawafat. Kjo është nga ajo që ju rrethon juve në shtëpitë e juaja. Është në mesin e juaj, pra aty ku jeton me ju së bashku. Është e dobishme edhe nuk është e dëmshme. Maca shtëpiake, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, është e pastër, nuk është ajo e papastër. Dhe pastaj e merr abdes me këto,
e kuptojmë vëllezër se maca është e pastër në vetvete. Gjithashtu hadithin tjetër që e transmeton Ebu Davudi dhe Ibn Majah nga Daud ibn Salih ibn Dinar, i cili na tha se nëna e tij i pat treguar se ajo zotresha e vetë kishte dërguar një herit një ushqim që t'ja dërgon Aishës radiallahu anha. E tha kur shkova te Aisha radiallahu anha, e gjeta Aishën radiallahu anha duke u falur dhe duke falur namaz. E pastaj kjo qëndronte me ushqimin që e kishte dërguar për te Aisha radiallahu anha, tha ajo më bën me shenjë që ta lën aty ku ishte ajo në dhomë, e kur e mbaron Aisha radiallahu anha namazin e saj, tha ajo fillon të han nga ai ushqimi, mirë po duke qenë duke u fal, Aisha radiallahu anha tha vjen një macë dhe han nga ky ushqimi. Vjen maca, han nga ky ushqimi, tha kur e mbaron namazin, Aisha radiallahu anha tha filloi dhe të han nga ky ushqim pa problem. E pastaj o vëllezër ju drejtua kësaj duke i thonë, a e di se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innaha lejset binajes. A e din se maca nuk është e papastër, dhe se ajo është wa innaha minet tawafin aleikum, dhe se ajo është nga ajo që sillet në mesin e juaj aty, është në rrethin e juaj ajo vazhdimisht. E nga këtu vëllezër, pra dietarët morën pra vendimin nga këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët u transmetuan pra se maca është e pastër në vetvete. Dhe gjithashtu është e pastër dhe te na i thomi ligat e saj, apo jargat e saj, apo pështyma e saj. Pra është e pastër nëse pin në ujë, ajo maca është e pastër në vete dhe janë të pastra edhe pështyma e saj. Por te pështyma ndryshuan mendimet e dietarëve vëllezër në çështjen e saj se a është e pastër komplet apo nuk është e pastër pështymat e saj. Pra ndryshuan dietarët në dy mendime. Mendimi i parë vëllezër se ajo që ngel nga maca, pra nga pështyma e saj, a është e pastër apo nuk është e pastër, shumica e dietarëve, të cilët shkuan dhe ndjekën këtë mendim, një shumicë e madhe e dietarëve që janë pra në to pajtimi me dhëbit Maliki, Hanbeli edhe Shafi'i, edhe me dhëbi Hanefi, por te me dhëbi Hanefi u bon një ndryshim. Ebu Jusufi nxënësi i Ebu Hanifes rahimullah, pra ndjeku këtë mendim të xhumhurit të dietarëve se dhe pështyma e macës është e pastër. Pra jargat e saj janë të pastra. A kurse Ebu Hanifi rahimullah me Muhammedin nxënësin e tij, edhe ata të cilët e ndjekën këtë mendim shkuan në ato se njëherë i thanë se është e urrejtur dhe nuk është e pastër, në papastërti pra të ndaluar, derisa pastaj tha ndryshoi mendimin dhe shkoi në ato se pështyma e macës pra është e pastër, por është e urrejtur. Në pjesën që nuk është, domethënë, e papastër duke zbritur, thanë në ato. Edhe cek Imam Tahawiu rahimullah, një mendim derisa ai e ndjek mendimin apo përcjell te mëdhëbi Hanefi që tha se ato nga kjo argumentuan për papastërtitë të macës, por pastaj e zbriti në ato se janë të papastra pra pështyma e macës. U argumentua me një transmetim të cilën e sjell gjithashtu Imam Tahawiu rahimullah, pra që i përket mëdhëbit Hanefi, që e solli ato argumente që u argumentuan pra prej saj është një transmetim i Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, por nuk është hadith, por është fjalë e Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, kjo është më e saktë. Që nëse lëpin macat e ena juaj, ta lani ato një herë. E këtu pra, këto mendime vëllezër ka transmetime të tabiinëve, mirë po hadith pejgamberit Allahut nuk ka të saktë në këtë pikë. Dhe pastaj dietarët normal shkuan në ato se kjo është pra si mbrojtje dhe si ruajtje, që të ruhet njeriu dhe nga sëmundjet, por jo që të jetë domethënë i hapur në përgjithësi. Por si qëndron çështja, padyshim se dhe ato të cilën e pasoi dhe Ebu Jusufi rahimullah dhe shumica e dietarëve në këtë pikë që është pra
edhe pështyma e saj e pastër me argumentet e sakta të cilët i cekëm, pra të hadithi i Aishës radiallahu anha dhe Kepshes radiallahu anhuma të dyja, se maca e pastër dhe pështyma e saj e pastër. Dhe më përat pra, lejohet që të ruhet maca në shtëpi. Edhe nga kjo pra pëlqehet dhe nuk ka ndales, për shkak se është e pastër dhe është nga ato të cilët na rrethon që ajo të ruhet edhe të mbahet maca në shtëpi. Dhe më përat pra, derisa o vëllezër dietarët kanë shkuar në ato se pastaj si qëndron çështja e macës në shitjen e saj dhe në blerjen e saj. E këtu padyshim se ndryshuan pra mendimet e dietarëve. Te shitja u ndon në dy mendime. A lejohet shitja dhe blerja e macës? Mendimi i parë i dietarëve të cilët e pasuan një shumicë e madhe e dietarëve. Medhebi Hanefi, medhebi Hanbali, ajo që është më e njohur te medhebi Hanbali, pra për shkak se Imam Ahmedi ka dy mendime, medhebi Shafi'i dhe Maliki shkuan në ato që është e lejuar që të shitet maca apo të blehet, por derisa është e pastër, edhe por derisa nuk ka diçka pra nga papastërtia apo argumentet, këto shkuan në atë pjesën duke i llogaritur disa hadithe, pra erdhë një hadith i sakt që nuk është i sakt dhe ato shkuan në mendimin që është e lejuar shitja dhe blerja. Kurse mendimi tjetër i dietarëve, edhe kjo është edhe transmetimi tjetër pra i medhebit Hanbali, një transmetim pra që është nga Imam Ahmedi, edhe medhebi Dhahiri, e pasuan këtë mendim edhe disa dietar tjerë o vëllezër, edhe nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, Jabir ibn Abdullah, e pastaj domethën dietar tjerë të cilët shkuan dhe ndjekën mendimin se nuk është e lejuar për shkak një hadithi të cilën ka ardhur që e transmeton Imam Muslimi nga Ebu Zubeiri, i cili thase e kam pyetur Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu për çmimin e qenit edhe mocës. Tha ai më ka përgjigjur duke thonë se ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë. Dhe nga këtu pra lindi vendimi pra i këtyre dietarëve se nuk lejohet shitja e mocës. E nëse detyrohet dikush për ta blen për mit, për shembull, nëse i kanoset dikun, edhe pse mo tash në këtë kohë nuk është ajo, mirëpo më herët ka qenë domethënë për shtëpia tona sikur e patjetërsueshme që të gjendet maca në mesin tonë në shtëpia tona, për shkak se ka ruajtur në shtëpi edhe ajo i ka gjuajtur mit e kështu me radhë. Pra në këtë pikë nëse ndonjëherë patjetërsohet, mirë po ajo që qëndron në këto mendime, derisa sjolli Ibn Qayyim rahimullah mendim të prerë se është e ndaluar shitja e macës apo blerja e macës, Ibn Mundhiri rahimullah vëllezër tha, nëse janë të sakta, pra nëse vërtetot hadithi pra që e cekëm, atëherë ngel që është e ndaluar, e nëse ta nuk vërtetohet ngel që është e lejuar, ato të cilët thanë se nuk është hadithi i sakt, ato munduan që ta gjenë një defekt të rruga që transmetohet te Imam Muslimi, por ajo rrugë padyshim se lidhet pra në transmetimin e Imam Tirmidhiu dhe të tjerëve, të cilët janë rrugët që kanë ardhur në këtë transmetim të sakt, pra ngel transmetimi i sakt, ashtu sikur që ngel pra dhe ky mendim që a lejohet të shitet apo të blehet, tham xhumhuri dhe shumica e dietarëve janë në pajtimin se lejohet, por kjo që ndoshta është pak më e sakt për të uruajtur mos me ra në haram shkaku i argumentit të sakt që ndalon pra shitjen e macës, a kurse për ndryshe e kuptuam se maca është e pastër në vetvete, janë të pastra dhe pështyma e saj edhe është e lejuar që ajo të ruhet o vëllezër edhe të qëndron pra në mesin e muslimaneve, në shtëpijet e muslimaneve. Me këto pra e mbyllim këtë temë duke u kuptuar disa pika të cilën qëndron pra vendimi islam, lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na mëson fenë e tij dhe të na bën nga pasuesit e rrugës së drejtë të tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.